20 janar, ngrihuni për vendin tuaj. Si arriti Alianca Perëndimore në një krizë për shkak të Greenland, ose Groenlandës, si themin në Shqip, nga të gjitha vendet, me rëndësishme si mund të përfundoj kjo në mënyrë produktive. Presidenti Trump e ka mësuar shumë mirë se elitat politike të Europës, qeveritë aktuale në Britani dhe në Francë, forcat dominuese në Bashkimin Evropian dhe institucionet me prirje të majta në të gjithë kontinentin, nuk do të bëjnë asgjë kur bëhet fjalë për fuqinë e fortë nëse nuk i prekin hundët nga nevoja. Ati u desh gati 1 dekadë kërcënimësh për braktisjen e NATO-s që shumica e vendeve anëtare të fillonin të shpenzonin për mbrojtjet niveleve të tilla si të nevojshme. U desh pushtimi i Ukrainës nga Rusia që ata të mendonin të rishqyrtonin politikat e tyre të energjisë të varura nga Moska, ekonomikisht vetvrasëse, mos harroni se si gjermanët qeshën fjalë për fjalë me paralajmërimin e Trump në OKB në vitin 2018 për marrëzinë e plot të qenit plotësisht të varur nga energjia ruse. Tani, ata po vazhdojnë t'ia shesin vendin e tyre Kinës në një mori frontesh. Dhe ata, si dhe elitat politike të majta këtu në Amerikë, kanë qenë plotësisht të pavetëdijshme për rritjen e ndikimit Pekinit dhe Moskës në Groenland, e cila ka një strategji të madhe, rëndësi të madhe strategjike në kontrollin e Arktikut dhe Atlantikut Veriut në çështjet mbrojtjes që lidhen me hapësirën dhe me konkurrencën për të siguruar akses në mineralet e rralla të tokës, çelësi i përparimit të teknologjisë lartë. Prandaj sot është e kuptueshme që Trump ka filluar të mendojë se vetëm një mënyrë e sigurt për të siguruar ishullin për interesat jetësore amerikane është që ai ishull të bëhet territor amerikan. Çfarëdo premtimesh që bëjnë europianët tani, ata mund të mos i mbajnë në heshtje vetëm disa vjet më vonë dhe ndonjë demokrat i ardhshëm në shtëpinë e bardhë mund ta lërë që kjo të kalojë. Mos harroni se sa lehtë europianët dhe presidenti Barack Obama pranuan pushtimin e parë të Ukrainës nga Putin, duke pushtuar Krimen, madje edhe territore të tjera në lindje në vitin 2014. Edhe atkohë gjermanët qeshën me Trumpin 4 vjet mbas kësaj. Pavarësisht se pretendimi i Danimarkës për Groenlandën mbështetet në shfrytëzimin post-kolonist të Erikut Kuq 1000 vjeçar më parë. Asnjë nga këto nuk e bën të mençur bisedën e Trumpit për pushtimin dhe vendosjen e tarifave. Kjo ka bërë që shumë mbështetës europian të ngrihen këmbë, të tërbuar nga kujtimet se sa të pafuqishëm kanë zgjedhur që të bëhen. Ndërkohë, udhëheqësit e zgjedhur të krahut maj shohin se si shokët e tyre kanadez përdorën pa kënaqësi publike ndaj Trumpit për të fituar edhe një zgjedhje vitin e kaluar, pavarësisht stagnacionit 10 vjeçar të prodhuar nga Trudeau. Shumica medjave të tyre e portretizojnë atë rregullisht si një bufon fashist ditë pas dite. Biseda e tij që duket apokaliptike mbi Groenlandën luan një rol të rëndësishëm në atë narrativ tembel, i thonë, e cila ndihmon në fakt në sigurimin e pushtetit të vazhdueshëm të elitave si në Europë dhe nga Kanada. Megjithatë, faktet mbesin. Asgjë nuk është më vetvrasëse për Europën tani se sa të lejoj gjithnjë e më shumë investime dhe kontroll ekonomik nga Kina, e cila me kënaqësi do ta kthejë kontinentin në një lloj satrap de facto, duke luajtur me iluzionet egoiste të elitave derisa të jetë tepër vonë për Europën. Ajo që nevojitet tani është
nga Washingtoni dhe Europa të arrijë një marrëveshje, për shembull njojën e mbizotërimit të Amerikës në Groenland, në këmbim të zgjerimit të sistemin mbrojtjes Golden Dome për të mbuluar të gjithë territorin e BE-s, ose ndoshta një pjesë të fitimeve të minerave në Groenland gjatë 50 viteve. Me fjalë të tjera, ne të shpëtojnë evropianëve fytyrën dhe të forcojnë aleancën duke siguruar Groenlandën. Sigurisht nuk ka nevojë të përqendrohet te Golden Dome ose minerat. Çështja është se udhëheqësit e kombeve aleate duhet të vënë plan interesat më të mira të vendeve të tyre dhe të gjejnë një kompromis fitimprurës për të dyja palët. Jo të pretendojnë ndonjë fitore të parëndësishme afat shkurtër, që do të thotë fitore afat gjatë për armiqtë e lirisë. Natyrisht që Trump sulmohet nga e majta amerikane, ashtu si nga këto elitat e Europës, siç e thash, duke thënë fashist, ignorant, nuk njeh historinë. Trump është atipik, por që Groenlanda ka një rëndësi të madhe strategjike, ma tha përpara 3 ditësh nga ambasadori Bolton. Nuk ka rëndësi se si do ta marrë Amerika Groenlandën. Ka një traktat midis Danimarkës dhe Groenlandës në vitin 51, bazat ushtarake amerikane mund të jetë pafund. Janë rreth 750 bazë amerikane nëpër botë. Dhe dikur amerikanët kanë pasur 17 baza. Danezët do t'i afrojnë edhe shfrytëzimin e mineraleve. Amerika me idenë për të krijuar një trup ndërkombëtar paralel me OKB-n, tregon qartë që Trump synon që bota të jetë unipolare, pra të përballet me rrezikun e Kinës. Ambasadori Bolton do më sillte një shembull që jemi aktualisht si tek Gracka e Tucididit, dietarit madh grek, i cili 2400 vjet më parë sillte përplasjen e Athinës me Spartën, siç është sot Amerika me Kinën. Pra, kur ka një superfuqi të fortë, në rastin e Tucididit Sparta, dhe ngritja një fuqie tjetër ekonomike, Athina dhe sot Kina, që kërkon dinjitet dhe kërkon vendin e saj në këtë trend botëror. Natyrisht që nga të gjithë keset e studiuara, vetëm 4 përplasje të tilla të Grackës të Tucididit nuk kanë përfunduar me luftra. Dhe përmet në lufta parë botërore, lufta e dytë. Pra, ka shanse që Amerika të mos përplaset me luftë me Kinën, por t'i tregojë sinorët fundin e saj. Sepse Tucididi përshkruan se si në një luftë përpara midis Korfuzit dhe Korinthit, palët u detyruan të marrin anë. Ndaj Europa me elitet e saj duhet të kuptojë forcën amerikane. Natyrisht që gjuha e Trumpit është shqetësuese, sepse kërkon të ngrejë një trup ndërkombëtar paralel me OKB-n dhe në krye të jetë mbreti, i cili mbas 3 vjetësh nuk do të jetë më president. Natyrisht që ajo që e nxjerr keq Trump është futja e dhëndrit të Kushner apo Witkoff. Nuk takojnë dhe nuk meritojnë të jetë te ky bord ndërkombëtar. Deri tani janë 5 vende që kanë pranuar të jenë pjesë e bordit të paqes, që nuk duket se është për gazën, do të jetë më gjerë. Polakët kanë thënë do ta kalojnë në parlament. Të gjetën gjë Rama. Pse Rama nuk deklaron direkt, siç ka deklaruar Mitsotakis, Çipro, Hungaria, Argentina? A ishte një qok nga Blair dhe Kushner, apo është një vlerësim ndaj Shqipërisë në këtë organizëm të ri ndërkombëtar të kryesuar nga Trump, që nuk dihet a do të jetë apo jo i suksesshëm. Megjithatë, Trump është në sulm, sepse e di forcën e superfuqisë të vetme. Mbas suksesit të operacionit ushtarak në Venezuelë,
Të gjithë janë friksuar. Groenlanda nuk është asgjë për Donin. Sepse në një vend me 50.000 banor, është gjysmë koloni nga danezët, të cilët kanë hedhur miliardë ndihma sociale, por në qoftë se lexon sadopak për atë ishull, kanë kryer krime, deri në sterilizime të femrave, rrëmbime të fëmijëve, dërguar me forcë nga në Danimark, dhe shumë nga eskimezët vendas kur shkojnë që arsimohen në Danimark ose janë pjesë e ushtrisë daneze, ndjejnë racizëm ndaj tyre. Bolton do më thoshte, hapi parë do të ishte pavarësia e Groenlandës, shkëputja nga Danimarka, dhe pastaj modalitetet. Është thënë sot territor amerikan. Territor amerikan do të thotë që nuk e shtet, nuk e bësh, do të jetë si Guami, mund të jetë si Ishut Virgjine, ndërkohë që Trump ka sulmuar ashpër edhe Anglinë, e cila kërkon një ishull që ka qenë zotërim anglez dhe ka pasur bazë ushtarake amerikane, t'ia japi Mauritanisë. Rubio e vlerësoi këtë akt. Trumpi e hedh poshtë. Dje keni parë disa deklarata që një përfaqësues NGO, profesor Joseph, i cili ka qenë në Kongres, është përgjigjur në shkrim me pyetjet që ka parë, dhe ai duke që shumë i realitetin shqiptar, është folur atë për qeveri teknike, nuk jam marrë me këto. Mua më intereson kur Departamenti i Shtetit mbaj qendrim. Aktualisht nuk shpreh për Ballkanin. Kanë detyrime me ligjin e ri? Po. Ajo që doja të sqaroja miqtë e mi, ftesa nuk ka qenë private për Rama. Rama ka rënë në ekstaz, me gërma kapitale, tregon nivelin e ulët diplomatik dhe hallin e madh ku është zhytur, dhe sadopak oksigjen, aq më tepër kur të vjen nga doni i madh, të bën të ndihesh sikur je lider global. Por u shfry kur pam që e ka marrë Lukashenko, e ka marrë Putin, Vietnami, pra dhe vendet diktatoriale. Personalisht, mua më vjen mirë që Amerika vlerëson që në një organizëm të ndërkombëtar, me nismën e Trumpit tjetë Shqipëria, s'ka asgjë të keqe. Merita Ramës të ftesë, zero. Gjithkush që do të ishte kryeminist do ta kishte marrë ftesën. Gafa tjetër publikimi i saj. E publikoi Gjimeloni, e publikoi Mitsotakis. Kompleks inferioriteti fshataresk. Kujtohet telegramet e Henderson, përfaqësuesit amerikan në Shqipëri në 46-ën, mbas takimit me generalin e madh, pararsin e Ramës, Hoxhën thoshte, këta vuajnë nga kompleksi i inferioritetit. Por Rama mund të quaj sukses në këtë lloj OKB-je të re, ku tjetë tek vendet themeluese, sepse pararsit i Hoxha nuk e ftuan në San Francisco. Më vonë do të tynte Shqipëria. Natyrisht që për ne Amerika është aleati më i madh. Dhe unë ndihem mirë kur vlerësojnë vendin tim. Më vjen shumë keq që ftesën nuk ja kanë dërguar Kosovës, sepse do ta kishin deklaruar vëllezërit tanë atje. Dhe këtu, për mendimin tim, do të jetë dora e një fytyre të vështirë në Grinell. Megjithatë, Kosova mund të kërkojë, nuk e di se si janë procedurat, por duke parë të kartën e këtij trupi është shumë e zgjeruar, shumë e ndërlikuar, dhe ajo ideja që ata që duan të jenë antar të përhershëm duhet paguhen $1 miliard, krijon një shije të keqe. Rama faqes kanë kërkuar, kjo është botuar nga Bloomberg. A do të paguan të Rama $1 miliard që të rinte antari përhershëm dhe kënaqë të donin e madh? Dhe statusi i tij servil keq nxjerr Rama. Ajo ftesë është një email, copy or paste nga stafi i zotit Trump. Autopen. Unë mund të nxjerr personalisht, çdo muaj kam me firmën e Trump, me përgëzime që kem mbështetur fushën. Natyrisht unë nuk jam naiv, e di që si firmos doni madh është autopeni. Ky nuk e di këtë.
kërkon t'ia shes shqiptarëve si një fitore personale, nuk është. Dhe aq më tepër kur tutori i tij Macron e hodhi poshtë, është siklet madh. Vučić nuk e ka marrë ftesën. Për këtë më vjen mirë. Grekët më të zgjuar nuk bëri asnjë deklaratë Mitsotakis, të parët që pranuan të ajo 5 që me Orbanin, me Qiprën, dhe çudia më e madhe që Netanyahu nuk e pranon sepse ka përplasjet e interesave financiare të Kushnerit, i cili është një barë me zotin Trump. Siç do të jetë për Sazanin, siç ishte për në Serbi, i krijoi shumë probleme, dhe ky vend i madh ka mekanizma hetimi. Impeachment. Trump ka betejën e mes mandatit. Dhe e tha vetë takim me kongresmenit që nëse unë bëjas këtë, ata më shkarkojnë dhe fillojnë hetimet. Amerikanët e votuan për problemet në Amerikë, as për Gazën, as për Ukrainën, as për Kinën. Sot ka dalë që 96% tarifave janë paguar nga amerikanët, importuesit dhe blerësit. Vetëm 4% tarifa janë paguar nga eksportuesit e huaj. Kjo përplasje me lojën e tarifave dëmton dollarin dhe besoj se do të gjendet një zgjidhje, por elita e Europës është shumë e dobët. Dhe Trump ka drejt, Macroni s'do, ai s'është se do të ikim 2027 dhe nuk ka asnjë mbështetje. Trump është dhe 3 vjet. Dhe po të shikosh, antarësimi 3 vjeçar është. Ai kërkon ta shkon në botë. Ka drejt. Ka ushtrim më të fortë, ekonominë më të madhe dhe kërkon që të mbajë Kinën larg Europës, sepse mbas ndikimit ekonomik të Rusisë, duket që kinezët duan të kafshojnë. Sfida që bën Kanadaja, duke vajtur në Kinë kryeministri, mos u abisni kur Trump t'i rikthejë edhe një herë Kanadaja shtet i 51. Siç ishte për Panama, dhe Panamaja i largoi kinezët. Qëllimi u arrit. Edhe këtu, te Groenlanda, kërkesa është maksimale që ta marrë, por modalitetet janë nga më të ndryshme, por pa diskutim ushtria amerikane do ta kontrollojë Groenlandën për të mbrojtur qytetërimin perëndimor. Europianët nuk e kuptojnë. Nuk mund të ketë do të luftojnë me NATO. NATO të jemi realisht 2 ushtri ka, amerikanët dhe Turqisë. Ushtria e Gjermanisë është, e kam thënë, është më e vogël se garda kombëtare e New Jersey. Shpresa jonë është që Trump të kthejë interesin nga Ballkani. Do ta kthejë, unë shpresoj që po. Kur e di vetëm doni. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.